Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Njihuni me recetën 5 ditore e cila pastron 100% mëlçin. Mëlçia është organi që kryen disa prej funksioneve më thelbësore të organizmit. Ai shërben si bazë për çdo proces të metabolizimit. Mëlçia filtron gjakun, prodhon enzima, shpërbën yndyrnat dhe çliron energji. Toksinat transformohen në një barë mjaft të rëndë edhe për mëlçin dhe dëmtojnë ndjeshëm të gjitha funksionet e saj. Problemet me funksionin e mëlçisë ngadalësojnë në procesin e rënies së peshës. Kjo ndodh sepse ngadalësohet puna e mëlçisë dhe e bën edhe më të vështirë metabolizimin e yndyrnave. Mëlçia duhet të detoksifikohet rregullisht në mënyrë që funksionet e saj të jenë optimale. Referuar disa studimeve të rëndësishme të cilat rekomandojnë edhe mënyrat efektive për detoksifikimin e saj. Receta natyrale që do të dëgjoni në këtë video do të rikthejë të gjitha fuqitë natyrale të mëlçisë brenda disa ditëve. Përbërësit që ju duhen në këtë recetë janë: 1 filxhan me majdanos të grirë, 5 kërcenë linoje, 6 gota me ujë, 3 limona dhe filloni me përgatitjen. Në fillim duhet të lani të gjithë përbërësit me ujë të bollshëm. Përdorni sodë buke për larjen e limonit nëse doni t'i përdorni me gjithë lëkurë. Më pas i fusni të gjithë përbërësit përveç ujit në një mikser. Përzjeheni mirë dhe më pas shtoni ujin. Përzjeheni bashkë me ujë derisa masa e përfituar të jetë kompakte. Për rezultate optimale duhet të pini 2 gota nga kjo recetë përpara çdo vakti. Receta duhet të pihet për 3 ditë me radhë. Më pas duhet të bëni 7 ditë pushim dhe pastaj ta përsërisni sërish. Përpiquni të qëndroni larg metaleve të rënda dhe të pini mjaftueshëm ujë që të shuffishohet ndikimi i recetës pastruese dhe të përmirësoni përpjekjet për të rënë nga pesha. Gjithashtu, ushqimet më të mira për shëndetin e mëlçisë sipas ekspertëve të Healthline janë rrushi. Rrushi, veçanërisht ai me ngjyrë të kuqe ose vjollc, përmban një sasi të mirë të substancave mirëbërëse, siç është resveratroli, dhe ka një larmi të gjerë të vlerave ushqyese për shëndetin e njerëzit. Shumë studime kanë treguar se rrushi dhe lëngu i tij ndihmojnë në mëlçin. Edhe lëngu i panxharit gjithashtu është një zgjidhje shumë e mirë. Sipas të dhënave, lëngu i panxharit është një burim i nitratit dhe antioksidantëve që mund të përmirësojnë në shëndetin kardiovaskular dhe pakisojnë dëmin oksidues dhe inflamacionin. Perimet. Sipas të dhënave të Brightside, perimet si lakrat e vogla, brokoli dhe barishtet janë të njohura për përmbajtjen e lartë të fibrave dhe shijen karakteristike. Ato kanë substanca bimore mjaft të rëndësishme. Ekstraktet e lakrës së vogël dhe brokolit rrisin nivelin e enzimave detoksifikuese dhe mbrojnë mëlçin nga dëmtimi. Arrorët. Arrorët janë të pasur me yndyrra, substanca bimore dhe ushqyes, duke përfshirë këtu vitaminën E dhe antioksidantët e fuqishëm. Kjo larmi e përbërësve jep organizmit, veçanërisht zemrës dhe mëlçisë, shëndetin e mirë. Edhe peshku është një prej ushqimeve më të mira për shëndetin e mëlçisë. Peshqit që kanë nivele të larta të yndyrnave janë të mirë për mëlçin. Studimet kanë treguar se ato ndihmojnë në parandalimin e akumulimit të yndyrnave të rrezikshme, ruajnë nivelin e enzimave, luftojnë inflamacionin dhe përmirësojnë edhe nivelin e rezistencës së insulinës. Një tjetër produkt mjaft i rëndësishëm për shëndetin tuaj të mëlçisë është edhe përdorimi i vajit të ullirit. Vaji i ullirit përmban element shumë të rëndësishëm ushqyes për dietën tuaj. Pasurimi i dietës suaj me vajin e ullirit do ta kthejë atë në një nga lëndët më të mira ushqyese për shëndetin e përgjithshëm. Nëse doni të përmirësoni organizmin dhe të mbani larg problemet e mëlçisë, atëherë konsumi i ushqimeve të duhura dhe ndjekja e recetave më të fuqishme mund të jetë një zgjidhje shumë e mirë në këtë aspekt. Ekspertët cilësojnë gjithashtu vajin e ullirit, një nga produktet më mirëbërëse për shëndetin e mëlçisë. Duke ditur edhe rëndësinë ushqyese që ai bart, atëherë do të kthehet në një aleat të vërtet për të ndihmuar në detoksifikimin e shëndetit të mëlçisë dhe gjithashtu përmirësimin e punës së saj. Mëlçia është një nga organet bazë të sistemit të njerëzit dhe kontrolli i saj në mënyrë të rregullt me trajtime të duhura
do të jetë një mburojë shumë e mirë për të ndihmuar në pastrimin e saj. Mëlçia është një organ që pastron trupin nga toksinat. Mëlçia na mban gjatë dhe merr 1.5 litër gjak në minutë. Ajo është përgjegjëse për pastrimin e gjakut nga substancat e dëmshme, rrit hemoglobinën dhe forcon trupin. Mëlçia është një nga organet më të rëndësishme brenda trupit sepse përpunon të gjitha toksinat të cilat hyjnë në brenda trupit. Ai është i vetmi organ i brendshëm që mund të rigjenerohet. Detoksifikimi natyror është mënyra më e mirë për të pasur gjithmonë një mëlçi të shëndetshme. Ju duhet të pini të paktën 2 litra ujë në ditë, të merrni frymë thellë dhe të jeni më të qetë. Bëni 3 minuta dush me ujë të nxehtë dhe më pas dush me ujë të ftohtë për 30 sekonda, sepse kjo do të përmirësojë presionin e gjakut dhe do të kryejë detoksifikimin në trup, citon Brightside. Mënyra e shkëlqyer e ruajtjes së mëlçisë së shëndetshme është konsumi i ujit në temperaturë ambienti, me limon çdo mëngjes pa sheqer. Shtoni pak ullër në gatim ose në sallata për shkak se ajo aktivizon enzima si që janë mburojë natyrore e mëlçisë. Çaji i jeshil pastron mëlçin nga toksinat dhe mbron atë nga yndyrnat. Shkencëtarët japonesë zbuluan se avokado gjithashtu përmbajnë komponentë që mbrojnë mëlçin nga dëmtimi. Majdanozi largon metalet e rënda të cilat në mënyrë të konsiderueshme lehtësojnë punën e mëlçisë. Shafrani indiz gjithashtu është i mirë për detoksifikimin natyror, sepse jo vetëm që mbron, por edhe përmirëson dhe rigjeneron edhe qelizat tuaja të mëlçisë. Mëlçia është në fakt një nga organet që kryen numrin më të madh të funksioneve të trupit. Në veçanti së bashku me trurin dhe veshkat, ato përkeqësojnë në përgjithësinë kryesore të saj. Mëlçia është thelbësore për metabolizimin e lëndëve ushqyese, për sintezën e disa vitaminave, karotenoideve, hemoroideve, kolesterolit dhe bilirubinës. Është gjithashtu thelbësore sepse mëlçia neutralizon të gjitha substancat toksike të gëlltitura dhe ushqimet ose të prodhuara nga bakteriet e mikrobiomës së zorrëve. Teprica e ushqimit, alkooli, një mënyrë jetesës e pabalancuar mund të shkaktojë mosfunksion të mëlçisë. Nuk është e nevojshme të detoksifikoni mëlçin sipas dëshirës, por pas çdo abuzimi është e rëndësishme të rimerrni frenat e një edukimi të shëndetit dietik, duke reduktuar tepricën e ëmbëlsirave dhe alkoolit të cilat shpesh abuzohen gjatë periudhave të caktuara të vitit. Ushqimet më të mira që ndihmojnë në pastrimin e mëlçisë janë një zgjidhje ideale. Para së gjithash, për të pasur mëlçin më të mirë dhe ta pastroni atë, nuk duhet të mungojnë në tryezën tuaj argjinare dhe gjembakët. Në fakt, këto perime kanë veti shumë të forta trecë për të pastruar një gjendje detoksifikuese për mëlçin kur ajo është e rëndë. Argjinarja në veçanti përmban cinarin, një substancë që jep shijen e veçantë të hidhur dhe ndihmon mëlçin në largimin e toksinave. Një tjetër ushqim që nuk mund të mungojë në listën tuaj të blerjeve është edhe limoni. Ai përmban vitaminën C që ka veti veprimi efektive antioksiduese dhe mbrojtëse ndaj radikaleve të lira, dhe për këtë arsye është një substancë kyçe për ruajtjen e mëlçisë. Nëse mëlçia funksionon keq, ajo nuk është në gjendje të përballojë sasinë e madhe të punës që bën zakonisht, as nuk është në gjendje të menaxhojë si duhet metabolizimin e lëndëve ushqyese. E thënë thjesht, nëse mëlçia juaj është e lodhur, ajo nuk është në gjendje të eliminojë toksinat e grumbulluara. Për shkak të kësaj do të ndjeni edhe trupin më të rënduar dhe do të keni gjithashtu edhe probleme të imunitetit. Hudhra është një prej produkteve që aktivizon disa enzimave të mëlçisë që ndihmon eliminimin e toksinave. Hudhrat përmbajnë alicin dhe selenium, këto dy përbërës që pastrojnë mëlçin, e mbrojnë atë nga dëmet toksike dhe ulin kolesteroli. Ky fundi shkakton bingarkesë mëlçia dhe ndikon negativisht në funksionet e saj. Ekspertët rekomandojnë ngrënien e 2 deri në 3 thelpi hudhër çdo ditë në mënyrë që të përmirësoni funksionet e duhura të mëlçisë. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë në të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë tu.